si autofagjis, të më thonë nëse bën regjia me videon e parë, na kishë ndimu që kena folë shumë për autofagjin, qatë shumë, sa që sot po du me demonstru kështu mënyrë t'illustrume, realisht organelet mrena qelizës lindin dhe plakën, njëjtë sikur trupi i njeriut. Autofagjia është, fjala autofagji është të hash veten. Tash, kur nuk ka trupi ushqim, kur nuk marrim ushqim 12 deri në 14 orë, atëherë qelizat patjetër duhet me shfrytzu ato organelet që janë mbetjet brenda asaj për me mujt me mbijetu. Tash lizozomet i kanë disa enzima, të cilët për shembull kur mesin pa ushqim krijohet kjo membrana që është e kuqja, që edhe lizozomet hyn brenda membranë edhe i shpërbejnë këto organele. Më thonë si lloj gërshan që në ato enzimat që i shërbejnë. Këto elemente që lirohen formë të aminoacideve, që riciklohen, rigenerohen edhe tash këto qeliza i shfrytëzon si ushqim van të ushqimit që na i qojmë. Nëse na nuk i qojmë ushqim, për shembull, nëse i qojmë krejt kohën ushqim trupit, edhe nuk aktivizohet ky proces, si rezultat i kësaj, për shembull ka plot hulumtimet që kanë ndodhur smundjet neurodegenerative, që është Alzheimeri, po të njëjtën kohë edhe rrezikohen për smundje kancerogjene, smundjet autoimune në përgjithësi. Do të thonë nëse nuk rigenerohet, nëse nuk kryhet ky proces që duhet në organizëm.